Po e nis me prezantimin e programit Partisë Demokratike për sigurinë rrugore dhe transportin ndërqytetas, të cilat dy ndështyllat kryesore, të cilat ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Për këtë arsye është domosdoshme të analizojmë situatën ku ndodhemi dhe të propozojmë zgjidhje konkrete për këto dy sektore. Po nisim fillimisht me sigurinë rrugore. Rritja e numrit të aksidenteve rrugore tregon qarta si mungesë e vëmendjes ndaj sigurisë rrugore vitet e fundit. Mos përputhja me standardet evropiane, veçanërisht të infrastrukturës së sigurisë rrugore dhe sinjalistikës, ka rritur numrin e aksidenteve dhe rrezikun për përdoruesve rrugëve vitin e fundit. Mjafton të përmendëm rastin e rrugës Tiranë-Durrës për kuptuar se në çfarë situatë jemi në lidhje me këtë sektor. Disa masa për minimizimin e aksidenteve rrugore janë krijimi një agjencie të veçantë për mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore dhe optimizimin e sistemit të sigurisë rrugore. Rritjen e kapacitetit profesionale në fushën e auditimit dhe projekteve të reja për inspektimin e sigurisë rrugore, identifikimin e rrugëve me rrezik të lartë, rikonstruksionin e tyre dhe përmirësimin e sinjalistikës, një masë emergjente për uljen e aksidenteve rrugore. Vendosja e më shumë mbi kalimeve dhe në kalime përkumbësor për rrugët me trafik të rënduar. Teknologjia si instrument ndihmës në sigurinë rrugore. Përdorimi i teknologjive të reja si instrument kryesor në monitorimin e funksionit të sistemit të transportit përfshin instalimin e kamerave inteligjente, semaforët inteligjentë dhe përdorimin e tabelave digjitale për përmirësimin e sigurisë rrugore. Zbatimi i sistemit automatik të targave të automjeteve për ndaluar qarkullimin e automjeteve të cilëve mungon siguracioni, si dhe automjetet e paregjistruara për të qenë gjithë barabartë gjatë kohës që përdorin infrastrukturën. Standardet për regjistrimin e mjeteve, plotësimi i kuadrit ligjor për përcaktimin e kushteve të procedurave për importin e mjeteve nga BE-ja sipas standardeve të tyre, kufizimi i regjistrimit të automjeteve të përdorura, 10 vite për makinat e zakonshme dhe 5 vite për automjetet të transportit publik. Ofrimi i stimullit financiar për dorëzimin e makinave të vjetra dhe zvendësimin e tyre me mjete të reja ekologjike, si dhe përmirësimin e inspektimit teknik të mjeteve dhe krijimin një databazë të dhënash të aksesshme në gjithë përgjendjen e automjeteve, për të shmangur automjetet që nuk janë në gjendje për të qarkulluar në rrugë. Një ndër pikat e tjera për sigurinë rrugore është edhe edukimi dhe ndërgjegjësimi për sigurinë rrugore. Pika e parë e kësaj çështje është përmirësimi i rregullave për marrjes së lejes drejtimit, në mënyrë të tillë që të gjithë kemi njohuritë e duhura para se dalim rrugë me një automjet. Futja e edukimit rrugor në shkolla, si dhe organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorë të lidhur me sigurinë rrugore. Po kalojmë te një pikë tjetër, e cila është transporti ndërqytetas. Po e nisim fillimisht me situatën aktuale të transportit ndërqytetas dhe më pas me disa propozime për zgjidhjen e problematikave të këtij sektori. Transporti ndërqytetas përballet me shumë problematika, që nga infrastruktura e stacioneve të automjeteve, të cilat janë të papërshtatshme, deri te automjetet të amortizuara. Ky lloj transporti perceptohet nga qytetarët si një alternativë e vështirë lëvizje për shkak të sfidave që paraqet. Mungesa e stacioneve të mirë organizuara, tabelave informuese, informacionet online si dhe pagesa vetëm me para në dorë, e bëjnë edhe më të vështirë për udhëtarët vendas apo të huaj përdorimin e këtij lloji transporti. Disa politika për transportin ndërqytetas. Hartimi i planit mobiliteti në nivel kombëtar për transportin ndërqytetas i shoqëruar me informacione integruara digjitale në platforma online për të lehtësuar lëvizjen e turistëve dhe vendasve. Ky plan duhet të sigurojë stacione të përcaktuara me orare fikse si në çdo vend zhvilluar. Integrimi i transportit ajror detar, hekurudor dhe toksor përmes stacioneve multimodale si një domosdoshmëri për funksionimin efikas të transportit publik. Këto stacione duhet të jenë të pajisura me guida digjitale të përditësuara në aplikacione të përkatëse, si dhe do ofrojnë ambiente të përshtatshme për udhëtarët, vende pritje, shërbime ndihmëse dhe hapësira parkimit të automjeteve. Adresimi i problematikave për transportin ndërqytetas. Vendosja e pajisjeve për pagesa digjitale në çdo terminal dhe stacion, me mundësi pagesa përmes kartave të bankës, pagesa online dhe cash. Ndërtimi i pikave të informacionit në çdo terminal, pajisja çdo automjeti me sistemin përkatës për kryerjen e pagesave digjitale. Nxitja e incentivave për përdorimin e transportit me zero ndotje dhe pa zhurmë në përputhje me politikat e Komitetit Evropian për Lëvizshmërinë, optimizimi i itinerarëve për ofrimin e lidhjeve më të shpejta midis qyteteve dhe zona rurale, si dhe fokusimit te transporti hekurudor si një alternativë efikase dhe më e lirë për transportin ndërqytetas. Faleminderit. Faleminderit shpejt.